Kufizimi i marzhës mbi 1000 artikujve ushqimor, ulja e normës së inflacionit për 1.3% dhe ulja e çmimeve ushqimore bazë me 3% më pak, theksoi ministri i Ekonomisë Besar Durmishi në konferencën e organizuar si formë llogaridhënie për vitin e parë në krye të këtij dikasteri. Mëtej shtoi se pavarësisht numrit të pamjaftueshëm të inspektorëve janë forcuar shërbimet në Inspektoratin e Punës me rritjen në numrit të kontrolleve me 20%, ndërsa në Inspektoratin e Tregut u shënua rritja e kontrolleve prej 15%. Inspektorati Shtetëror i Tregut vetëm mund të bëjë analizë dhe të informon qeverin apo respektivisht ministrin në qoftë se ka rritje enorme të çmimeve apo në qoftë se ka sjellje deviante të tregtarëve apo të prodhuesve të distributerëve dhe ne pastaj reagojmë me masat të cilat i sjellim. Numrin të saktë nuk e kam pasi që në çdo mas, domethënë ka pasur edhe dënime, sankcione të cilat gjoba të cilat janë shqiptuar nga Inspektorati Shtetëror të Tregut, ka pasur vlera që kanë arritur deri në 10 milion denar, 12 milion denar në secilën mas, po tash atë numër nuk e kam, atë informacion nuk e kam këtu dhe po ka pasur raste kur edhe i kemi mbyllur marketet. 40 milion euro u shpërndan për uljen e papunësisë përmes vetpunësimit, trajnimeve praktike dhe masave të tjera për 16.000 qytetarë, tregoi Durmishi. Si arritjen nga ky dikaster e vlerësojnë edhe rritjen e pagës minimale prej 8%. Në fazën përfundimtare është edhe formimi i shportës së rej konsumatore për familjet katërantarëshe. Ta ne realna, zato nije pravime jedna potrošačka košnica koja će biti soodvetna, dostupna i su realni podaci i realno će biti informirani građanite koliko će biti potrošačka košnica, da rečemo, za jedan mesec. Zato pravime nova potrošačka košnica, kada što će biti i vi izvesteni su realni podaci. Od 4 člena semejstvo, koliko im treba za jedno semejstvo da troši za jedan mesec, vodelът на храната, воделът на пијалоците, воделът на облеката и така на таму. Во првата седница на Економски социален совет ќе бидете известени при краје. Ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve sipas Durmishit vendosen detyrim për marketet për të publikuar çmimet në faqen e tyre të internetit. Synojnë të zhvillojnë një aplikacion që do të krahasojnë çmimet përmes një algoritmi që do t'u tregojnë qytetarëve se cilat produkte janë më të lira në afërsi të tyre. Ministri tha se po punojnë që në raftet e çdo marketi të figurojë origjina e artikujve se cilat produkte janë vendore dhe cilat janë nga shtetet e huaja përkatëse.